Kosovarët edhe për vitin 2025 janë më të lumturit në rajon, sipas raportit botror të lumturisë. Si vitin e kaluar, Kosova renditet në vendin e 29 në listën e shteteve më të lumtura në botë, e cila përfshin 147 shtete. Pas Kosovës, nga vendet e rajonit, Serbia renditet e 31-ta, Malizi 71-ti, Kroacia 72-ta, Macedonia e Veriut e 86-ta dhe Shqipëria 88-ta. Në nivel botror, Finlanda vazhdon të udhëheqë renditjen për të tretin vit radhazi me një rezultat mesatar prej 7.736 nga 10. Costa Rica dhe Meksika janë përfshirë për herë të parë në top 10-shë. Në tjetër, Britania e Madhe dhe SBA-ja kanë rënë në pozita më të ulta, duke u renditur në vendin e 23 dhe 24, respektivisht një pozicion historik më i ulët për SBA-n. Studimi i publikuar nga Qendra Kërkimore e Mirëqenies në Universitetin e Oxfordit i kërkoi individëve të vlerësonin jetën e tyre në një shkallë nga 0 deri në 10, ku 0 përfaqëson jetën më të keqe të mundshme dhe 10 jetën më të mirë të mundshme.